Realizojmë edhe intervistën të cilën e kemi paralajmëruar qysh në fillim të edicionit, të tani për hir edhe në kuadër të festës së 7 marsit. Unë edhe Jeta kemi kënaqësinë që studion me nda me 3 mësimdhënëse nga British School of Kosova. Fillimisht po filloj me Blinera Goxhulin, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mimoza Çallopekun, mirëmëngjesi. Edhe Gresa Sulejmanin, mirëmëngjesi Gresa. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë që sot jeni pjesë e emisionit tonë dhe sot është 7 marsi, po ju urojmë juve 7 marsën edhe gjithë mësimdhënësve kudo që janë, edhe fillimisht po du me ditë çfarë do të thotë për juve me qenë mësuese, edhe çfarë do të thotë me qenë mësuese e shkollës dhe British School of Kosova. Të fillojmë kështu me radhë. Fillimisht faleminderit shumë për ftesën. Për me qenë mësuese në British School of Kosova, për mua është një nder dhe privilegj shumë i madh. Është një ndër shkollat që zhvillohet mësimi me metoda bashkëkohore, si dhe kjo puna e teknologjisë sot ka avancuar shumë larg. Edhe në British School of Kosova është njëra ndër shkollat që ka teknologjinë shumë të zhvilluar dhe të avancuar. Gjithashtu është shumë kënaqësi e madhe për me qenë pjesë e British School of Kosova dhe i falenderoj shumë që më ka dhënë mundësinë për me qenë pjesë e stafit të tyre. Blinera? Ju falenderoj edhe unë për ftesën. Me qenë mësuese është një domethënie shumë e madhe për mua, sidomos me qenë pjesë e stafit të British School of Kosova. Si që tha edhe kolegja, është një shkollë me privilegj, me standarde shumë të larta akademike, e cila fokusohet në përkujdesjen edhe edukimin edhe arsimimin e nxënësve. Kështu gjithashtu të jem pjesë e këtij stafi më bën që me ndi sadopak atë rolin që e kam në edukimin e fëmijëve, me përçu dije, dashuri edhe me kriju një ardhmë sa më të mirë për ta. Gjithashtu faleminderit shumë për ftesën, po duke mos ndryshu kur gjë nga ato që ka thënë edhe kolegët më herët. Gjithashtu edhe për mua është një privilegj edhe kënaqësi shumë e madhe që jam pjesë e shkollës dhe British School of Kosova. Është kënaqësi që me punu së bashku edhe me qenë pjesë e një shkolle kaq të mirë si që është shkolla jonë. Po sa kënaqësi edhe sa vështirësi është me punu me fëmijët? Është shumë kënaqësi, në njëjtën kohë edhe sfidat edhe vështirësitë janë gjithmonë. Mirë po, fëmijët janë njëra prej qenieve më të buta, kështu që me dashuri, me përkujdesje mundesh me i bë për veti. Sfidat asnjëherë nuk ndalen, çdo ditë ka sfida të reja, po mundohemi që me i përballu, tu përdor metoda të ndryshme, me ju përshtat gjithë secilit edhe nevojave të tyre. Një ndër momentet edhe një ndër gjërat më të mira, paktën po flas duke u bazuar në fëmijërinë time, është që fëmijët i dhurojnë mësueses dashuri pa kusht. Edhe si është kjo ndjenjë për juve, si e përjetoni këtë si eksperiencë? Është njëra ndër ndjenjat më të mira. Ndonjëherë kur kemi kështu orë në ndonjë klasë tjetër, te klasa zakonisht që jemi edhe kujdestare, kështu e kanë afërsinë më të madhe. Si të vish më njëherë dhojnë për qafime, ju mungon, domethënë ata 45 minuta që ke qenë larg tyre, të vinë qafin, kështu është një ndjenjë e papërshkrueshme, ndjenjë lumturie, edhe njëkohësisht e ndjen veten shumë mirë që ata e ndjejnë një siguri afër teje. Kurson që mësuese muzikës, dashuri, përqafime marrë prej gjithëve, me qenë se kam se me thuaj se gjithë shkollën. Është një kënaqësi shumë e madhe me punu me fëmijë, dhe është e vërtetë që japin dashuri pa kusht, edhe gjithmonë ka energji të mirë, ata veç na motivojnë që na me punu edhe më shumë, edhe është një ndjenjë e veçantë që është vështirë edhe me përshkru. Mimoza? Por ndryshe, ne edhe konsiderohemi sikur nënat e dyta për ata fëmijë në shkollë, edhe dojnë dashuri, na falin dashuri, janë qenja ma e butë dhe ma e pafajshme në këtë botë, kështu që e meritojnë dashurinë e plotë tonë dhe sigurisht cilemi sa më mirë me ta, t'i përgdhelim, mos t'i krijojmë strese, se zakonisht edhe gjatë orëve mësimore, ndonjëherë vetë fëmija ka stres, ndoshta prej frikës apo çka do qoftë ajo, por gjithsesi ne mundohemi që të japim maksimumin për ta, si edhe mbi gjitha t'i falim dashuri. Por cili ka qenë momenti më i paharruar për juve gjatë karrierës tuaj si mësuese, prej të trijave nga një përgjigje? Momenti im i paharruar ka qenë para disa muajve, kur e kam takuar një ish nxënësin tim, kam takuar në një prej qendrave të Prishtinës, edhe jo vetëm që mu afrua për me madhuru një përqafim, por njëkohësisht edhe mu falenderua shumë për gjithë mbështetjen, gjithë motivimin që ja kam dhënë, edhe
me atë ka bo me kuptu që me të vërtet roli i mësuesit është një rol shumë i shenjtë dhe që duhet falë dashuri, mbi gjitha mbështetje, tu e marrë krejt parasysh edhe eksperiencën që kam kalu edhe vetë gjatë gjithë shkollimit tim, po besoj që edhe në ditë sodit fëmijët ka nevojë shumë për dashuri, mbështetje, çka do qoftë që mundet me i ndihmu ata. E sidomos prej rolit të mësuesit. Plenera? Për mu një rast specifik shtu ka rastet ndryshme, po s'muj me cek diçka, kisha dasht pak me përmend një rast një nxënës kështu ka pas pak vështirësi me leximin edhe me shkrimin fillim kur ka qenë, dhe pas disa muajsh kom pa që ka pas një sukses shumë të mirë edhe u barazu me ata nxënësit që kanë qenë shumë aktiv. Kjo më ka bë mu nish shumë mirë edhe me pa rolin tem që kam edhe ndikimin të përparimi dhe zhvillimi i tyre. Si momentet parrushme, na përjetojmë gati gjithë kohës. Është e pamundur në momentin kur punon me fëmijë me nxënës, gjithmonë kemi përjetu momente shumë të bukura me ta. Mirë po që ka mëj me vequ, gjithmonë duke u bazu dhe në anën e profesionit, dhe më thënë si mësuese edukatës muzikore. Një prej më të mirave, mëj me thonë, janë gjithmonë ato kur nxënësit na përfaqësojnë neve, duke marrë pjesë në përgara të ndryshme, ku arrin edhe sukseset të mëdha. Edhe kjo është një ndjenjë krenarie që ndoshta as për vete nuk mund me përjetu aq mirë sa që e përjetojmë dhe gëzohemi për nxënësit tonë, për punën që kanë arritur deri aty. E vërtet që keni shumë sfida, keni momente gëzimi, entuziazmi e gjithë shka tjetër, po në rastet kur keni të bëni me fëmijë problematik, që kemi edhe kësi raste, cilat janë teknikat, strategjit që ju përdorni më shumë për të ardhur deri te zgjidhja? Ka raste që kemi të bëjmë edhe me nxënës problematik. Kryesorja është që me ditë me menaxhu situatën, me përdor sjellje që me i qetësu fillimisht, me përdor diçka që po e shet që te ta ka efekt, dhe me ju jep dashuri pak se kur janë problematik ka nevojë edhe pak me ndijat dashurin edhe afërsinë me ty, pastaj me u qetësu, ashtu, kështu që kur e shet që një metodë po funksionon, atëherë vazhdon edhe përdor për me pas efekt. Po, cila është sfida më e madhe që përballeni ju si mësuese edhe si arrini me i kalu këto sfida ose vështirësi? Unë mendoj që është mbajtja e vëmendjes në nxënësve edhe qenit tyre aktiv në orë. Mirë po, për me mbajt këtë sfidë me të i kalu, është përdorimi metodave të ndryshme edhe bashkohore, sidomos që është edhe nxënësi në qendër, që fëmijët me qenë aktiv gjatë orës mësimore, edhe me pas një zhvillim tyre, edhe nxitjen e zhvillimit të menduarit kritik, që ata me qenë të vëmendshëm gjithmonë dhe me qenë proces me nxënjen e tyre. Po për të qenë mësimdhënëse, keni ëndruar që nga fëmiria, apo është thjesht një profesion që ka ardhur nga rrjedha e jetës? Atë fillojmë në fillimisht. Profesionin e mësueses e kam zgjedhur duke ardhur nga një familje mësuesish në shtëpi. Dy prindërit e mi kanë qenë ata mësuesit e parë në shtëpi, pastaj edhe sigurisht mësuesit gjatë gjithë shkollimit tim. Ata më kanë dhënë shumë motiv për me vazhdu me zgjedh profesionin si mësuese, edhe me i ndjek hapat e tyre. Gjithashtu edhe mësuesit e mi të shkollës fillore, pastaj të mesme, si dhe të universitetit kanë qenë aty personat kyç që më kanë shtynë ndoshta me vendos që me u marrë më seriozisht me profesionin e mësueses dhe me vazhdu sot këtu ku jam. Dhe falë tyre, po besoj që kam bërë një zgjidhje shumë të mirë dhe e mbaj shumë e krenari profesionin e mësueses. Për mua ka qenë ëndër prej fëmirisë me u bë mësuese, kështu e kam ndru gjithmonë, kom punu fort, kom vazhdu me u shkollu dhe kam bri sot këtu ku jam në profesionin e mësueses, në ëndrën e fëmirisë. Shumë mirë. Kemi kështu, është kënaqësi që kur dëgjojmë që një ëndër nga fëmiria është realizuar edhe tashmë është veç realitet që po ndodh. Po për ty, Greza? Gjithashtu edhe për mu ka qenë një ëndër prej se kam qenë fëmijë, ndoshta edhe kur je fëmijë nuk është që e mendon ashtu saktësisht se çka dëshiron prej vetes. Mirë po një si opsion gjithmonë e kom pas dëshirë, edhe gjithmonë me aq dashuri dhe krenari kom shikuar dhe mësuesit tona kur kemi qenë të vegjël. Nuk e di për vete, mendoj që nuk është ndoshta që e kom mendu veten që kom e mbrit deri këto, mirë po jam shumë e lumtur edhe krenare që sot punoj me fëmijë, edhe është një prej ndjenjave më të mira. Po a është një punë e lehtë me qenë mësuese dhe mu marrë me fëmijë apo jo?
nuk është edhe punë shumë e lehtë, se ki të bëj me karakteret ndryshme të fëmijëve, me sfidat që të paraqiten rrugës, por gjithsesi është shumë kënaqësi me u marrë me fëmijë edhe me punu si një mësuese, sidomos në British School of Kosova që të ofron shumë mundësi të ndryshme. Po shtatmarsin si e përjetoni edhe sa shumë dashni merrni prej nxënësve? Vlenera. 7 marsi është një ditë që e reflekton edhe atë vlerësimin e punës të mësimdhënësave. Ndihemi shumë të lumtur, kështu si mësimdhënës. Dashurinë na e marrim çdo ditë prej fëmijëve, është e pakusht. Çdo ditë kemi prej tyre kartolina, fleta që shprehen edhe dashurinë e tyre, përqafime, po edhe në ditën e 7 marsit ata punojnë diçka më interesante për ne edhe dëshirojnë që me tregua dashurinë që e kanë ndaj ne edhe me tregu që është dita jote, me tregu që të vlerësojnë shumë. Edhe një farë dite kështu simbolike ndër të tjera. Gresa, si e përjeton ti 7 marsin? 7 marsi është një ditë shumë e veçantë për neve, për vetë faktin që marrim shumë dashuri, jo veç sot, po zakonisht për ne çdo ditë është e njëjtë. Çdo ditë në mëngjes kur veç fillojmë punën, kemi me marrë aq shumë përqafime, aq shumë dashuri, pastaj kartolina ku na shënojnë, shprehin atë dashurinë që kanë ndaj neve, është një lloj dashurie e pakusht që të motivon, të frymëzon shumë. Kështu që edhe për 7 mars është po ashtu e njëjta. Po është pak më e veçantë se edhe fëmijët mundohen ashtu punojnë më shumë, kartolina, vinë, na urojnë festen, e në urim atë mirë mendoj që nuk ka se sa prej fëmijëve, prej nxënësve tonë. Po besoj që pak a shumë e dini se fëmijët e kanë kriju një lloj përshtypje, për shembull për mësuesën Gres, për mësuesën Mimoza, si ju kategorizojnë fëmijët, mësuese pak më strikte, pak më të dashura, pak si ju kategorizojnë, se e kam përshtypjen që e dini pak a shumë. Mu para disa dite, një nxënës më tha, o mësuese ti shumë e butë me neve, na po kënaqemi me ty pse nuk je hiç e vështirë. Thash, po mësuese unë kam dëshirë kështu me kalu bashkë. E rëndësishme është për mua që me pas efekt ora mësimore, me pas atë detyr obligim që e kemi gjatë ditës për temat mësimore që kemi me mësu, ora me qenë efektive, nxënësit me qenë të gjitha aktive dhe me pas me mësu ato që ka e kemi ne në plan. Kështu që gjithmonë mundohem që me shiju në maksimum nxënësat orën mësimore, mu kënaq, me pas aktivitete edhe vetë profesioni landa dhe më thënë e muzikës, na lidh mas shumë ti me ta. Kështu që është e vështirë për mu, përveç se me qenë e butë edhe mu kënaq, me ta me shiju dhe vetë. Vlenera? Edhe për mu natyrën e kom të butë, kështu që veç dashuri edhe buzëqeshje edhe mirëkuptim me nxënësit. Jo ashtu e vështirë, mu tregu strikte, është një kohë ma ndryshe, është kohë bashkohore, metodat kanë ndryshu, nuk janë si ma herët, kështu që është e rëndësishme që fëmijët me ndje vetën shumë mirë kur janë në klasë, edhe me ndje vetën të lirshëm. Me u shprej. Njëjtë po pasoj edhe unë si kolegët, kështu si natyrë jemi të trija dhe të buta. Edhe vlen një gjë me cek që fëmijët për shembull ne jemi mësueset kujdestare të klasave, edhe kur unë nuk kam në klasën time orë, fëmijët vinë ashtu të dalin për një gotë ujë ose në toalet, edhe vazhdojnë shohin korridora apo kudo qoftë. Mësuese kur kemi tash me ty, me njëherë fillojnë ashtu edhe ndjejnë duket atë mungesën brenda 45 minutave, është një mungesë shumë e madhe që e ndjejnë. Po besoj që është ndjenjë shumë e mirë dhe së përshkruhet me fjalë. Sa është e rëndësishme me u bë orën atraktive nxënësve, edhe cilat kishin me qenë disa ndryshime që kishin dashur me u bë në arsim në vendin tonë? Po mendoj duke fillu edhe ndoshta nga trajnimet e mësuesve, që duhet me qenë patjetër trajnime sa më shumë, qaq më mirë, me metodat më bashkohore, me teknologji, ku përfshihen edhe fëmijët edhe mësuesit të gjithë, edhe po besoj që kish me qenë kjo ma e mira për ne si mëdhënëse edhe si për arsimin në përgjithësi. Unë mendoj që edhe futja e integrimit teknologjisë kish me qenë e mirë në përgjithësi për arsimin e vendit tonë. Gjithashtu edhe partneriteti ma i ngushtë institucione arsimore, prind edhe nxënës, në mënyrë që të kenë një kontakt sa më të mirë mes vete për suksesin më të mirë dhe potencialin e zhvillimit të fëmijës së tyre.
gjithashtu e mendoj njëjtë, sikurse kolegët, do me thonë teknologjia, po pastaj edhe trajnimet sa më të shumta edhe prej shtetit. Mirë po përveç këtyre, mendoj që është shumë e rëndësishme edhe ky bashkëpunimi prind, mësues edhe nxënës, e sidomos me prindrit, në mënyrë që të kemi sa më shumë efekt edhe cilësi më të lartë edhe të mësimit me nxënësit. Ishte kënaqësi për neve që t'ju kishim prezente këto në studio, njëkohësisht është kënaqësi që të shohim edhe mësimdhënëse që janë kaq të dashura edhe kaq të reja edhe që kanë bashkëpunim mjaft mirë me nxënësit e tyre. Edhe një herë nga ne, po ju urojmë 7 marsin edhe punë të mbarë. Faleminderit edhe për ftesën. Faleminderit. E tani të dashur shikues, po vazhdojmë me kronikën për mbrëmjet poetike, poezi